Lëngu me 3 përbërës që pastron zorën e trash përgatitet në këtë mënyrë. Duke pastruar sistemin tuaj tretës nga toksinat e padëshiruara, ju do të ndihmoni edhe gjendjen tuaj. Zora e trash është një kontribues i madh në magazinimin dhe të fekaleve. Për këtë arsye, do ju sjellim një recetë që ju ndihmon në pastrimin e zorës së trash. Përbërësit që ju duhen në këtë recetë janë gjysmë filxhani me lëng molle, 2 lugë me lëng limoni, 1 lugë çaj lëng organik xhenxhefili, gjysmë lugë çaj me krip dhe gjysmë filxhani me ujë të vakët. Udhëzimet e kësaj recete janë në këto. Kombinoni të gjitha përbërësit në një enë dhe i trazoni mirë. Pini çdo mëngjes 1 gotë nga kjo me stomakun bosh. 2 gota të mëdha duhet të konsumohen në mbrëmje rreth orës 6 ose 7. Nuk rekomandohet që grashtatzane dhe diabetike ta përdorin këtë recetë. Përdorimi i recetave natyrale në kushte shtëpie mund t'ju ndihmojnë të pastroni më mirë shëndetin e zorës dhe të lehtësoni gjithashtu problemet e konstipacionit.